Jeni me debatin për Prishtinën dhe i kemi përfaqësuesit 4 subjekte politike dhe 2 kariga të zbrasta të cilat ndërkohë i kemi hesur, kanë qenë dezertorët e këtij debati, pra zoti Seku i Lëvizjes Vetëvendosje dhe zoti Berisha i AK-s. Dhe do të flasim në këtë pjesë për lejet ndërtimore dhe planin zhvillimor komunal. Do të filloj me ju zoti Ismaili, pra çka do të bëhet me lejet ndërtimore, a ka nevojë Prishtina për më tepër leje ndërtimore, ku duhet ndërtohet dhe si të organizohet kjo. Ju lutem ta mbajmë nga 2 minuta, se s'kemi edhe shumë. Po kjo nuk është shumë lutje lehtë. Pra një ndër pikat e zgjedhjeve të mia, siç thash, përpos trafikut, rrugëve të pastërta, Prishtinës së sigurt me ndriçim trotuare pa qenë ndacak, kam para pa edhe ndalimin e lejeve për 6 muaj. Dhe kjo është pikërisht për shkak të mendoj një problemi shumë të madh që aty ndodh në Prishtinë që disa vite, nuk po them vetë në zoti Rama, po që disa vite, e tani është bërë një, si me thonë për mua, një traditë e cila po vazhdon edhe nga administrata komunale, po fatkeqësisht edhe nga aspekti politik, që lejet ka një ngutime dhon leje. Ka një ngutime dhon leje dhe lejet jepen pa dërgu fare infrastrukturë komuna, pa e ditë saktësisht ku ndërtohen qerdhet, ku janë hapësirat për qerdhe, ku janë hapësirat për parqe, ku janë hapësirat kështu me. Për shembull, ta marr një shembull, kërkohet një leje pëlqimit të Termokosit me marrë leje. Mirë, po Termokosi fare nuk e ka plan atje,